Të malet edhe luginët e Pennsylvanias, unë kam ko të flasim të shti pak për ndeshjen e djeshme, për Ejmanën, për thirrjet e serbëve, edhe për strategjinë të mesisht, ignorante, jo profesionale, idiote, të Silvinios, vëllezër e motra. Çdo gjë kalon shpejt në këtë botë. Gëzimi fitores ishte dje, sot ftohen gjakrat, bje pasioni, edhe mund të flasim realisht për ata që kemi pa. Edhe ajo që kemi pa është se ne nuk shohim kur të vërtetën, pasionet, dëshirat, urrejtja mlefët, nuk në lojnë neve kur të shohim realitetin, ashtu sikur se nuk në lejnë as gëzimi i madh, si hariqi i madh, që fitum mendimin e Zotit me fat se s'do të kishim fitu kur me strategjinë e lojës, por me një lojë luftarake të djemëve tanë, po me një strategji komplet gabume. Edhe këtu është e gjitha. Në radhë të parë, vëllezër e motra, po ta shikoni lojën me kujdes, edhe po ta keni pa direkt, çdo shqiptar, kudo që ka qenë me ankthën e madh kur po bjen bilbilit maroj loja sa më parë, por arsye se kemi qenë gjatë gjithë kohës në sulmin e pandërprer të skuadrës serbe, edhe vetëm kemi prit, o Zot, kur po ikën koha që të festojmë, që të lumturojmë, që të gëzojmë. Pjesën e parë në kanë mytë serbët në port, pjesën e dytë në kanë mytë serbët në port. Të vetëmët minuta që ne kemi bo loj, që ne është kënaq shpirti, ka qenë vetëm kur lojtarët kanë dalë nga korniza që i ka detyru ky idioti Silvinja, nuk kanë lujt me topët gjatë, sa herë kanë lujt me topat shkurtër, ata janë duk si kur lujnë shah, e kontrollojnë topën për mrekulli lojtarët e tonë, kanë teknik lojtarët e tonë, edhe bohen mjeshtrit e fushës. Mirë po, sa ko që gjujnë topat e gjatë, vetëm s'pastrojnë si ai që s'dit luj, nga mbrojtja, pasojnë larg, edhe topët ikin në ajër kotë dhe prap përfundojnë këmbët e serbëve. Se kjo është strategjia e një idiot. Se kjo pra është strategjia e një idioti që s'merr vesh nga futbolli, një Jevgu që e ka marrë duka se ka i qinë këto tranier, këto legend, kur ka yje që shkëlqen qoftë edhe në Shqipëri, si për shembull Ilir Dakun. Pra, një idiot. Strategjia edhe zgjedhja e lojtarëve që kemi hodhur në fushë është prap një mos kompetencë në forcët e tona nga këto maskarit, nga këto fliqësit e federatës, siç është Duka, siç është ai shkërdhata tjetër ai që ka qenë diku sulmues, jo i keq i Shkodrës, si ka ai, kush e ashtu nonën, këto maskarej, këto dhëmje, se nuk kemi fitu për e tyre do të na kishte rraf Serbia 20-0 dje me atë lojë që kemi bërë, se duhet me fol realitetin. Goli i Manajt nuk ka qenë sukses i Manajt, ka qenë rastësi që gjujtë topin aty. Manaj, se hidhen këto, ja i lau aty që nuk boni penaltin. Manaj është hero imi, është hero i gjithë shqiptarëve. Goli ka qenë dhurat, po për atë shqipon që ka bo dje kur ka ecë me vrap. Ajo do të matë men jetëve për shqiptarëve. Edhe do t'jetë plumb
therje, vdekje për serbët sa t'jetojnë. Bet është manaj për mu. Është hero si Adem Jeshari manaj për mu. E do lapidarin, jo pse ka bo golin, roft goli që bo, po për atë shqipoj edhe për atë vrap që ka bo. Nga bon krenar gjithve. Manaj për ju që mendoni që unë flas me, si quhet me tendenca, me smirliqe, kur ju nuk e dinit kush ishte Manaj, Moridiot, komentatorët gjitha. Unë isha që i jepja zemër Manajt isha Kalamon Itali, edhe i thoja mos e mërzit se do të morë Debjazi, edhe kërkoja boja shkrimet a mernin për arsye se shkëlqente atëhere Manaj kur ishte të Interi, edhe dukesh që do bëhesh një Maradona dhe do të na i villte Italia, edhe i lutesha Debjazit, edhe shaja Debjazit dhe duken menoni kam shajt që të merrnin Manën, edhe i jepja zemër Manaj dhe më thoshte Manaj në shkrime private që nuk marrin ishte Kalamon, po me një talent madh, Kalamon i vogël me një talent madh. Edhe jam kënaq që më shumë se çdo lloj goli tjetër kur boni golin me shpresët me të misoren në Kosovën, lujti me Loriksanën për herë të parë. Unë flasë Manaj nuk është sot ai lojtar që mendum që të bëhesh kur e mori ajo, kush e mori Real Madrid apo Barcelona. Manaj është lojtar i mirë, ndoshta nuk është nga më të mirët që kemi pas gjithmonë. Kemi pas të gjithmonë Rakla, Bogdan, kemi pas në lojtar. Është lojtar i mrekullueshëm, por nuk është lojtari që ka bona i gjotë modhe për të majtë ben në kombëtaren shqiptare. Ka një problem të madh, po t'i japish topin e gjatë, në qoftë është më kundërshtar, nuk e kap kur topin, nuk e kontrollon ajër, po t'i vjerë, duhet të jetë i lirë pa kundërshtar, pa mbrojtës që të zotroj topin. Ka një kthim të menjëhershëm taktik që është shumë i gabum, nuk ka rezultu kur kështu me rezultat i suksesshëm kombëtare, që kur i vjen topi dhe hecën me vrapa i bën një kthim 180 gradë, që të kap topin edhe pastaj të bëj driblime, manovra, asnjëherë s'karet ta ketë suksesshëm. Atë lloj kapje, vrapon me gjithë shpirt, lufton tepër luftorak siç ka luftuar dhe Uzuni dje. Prap, unë nuk mendoj që është në atë nivel për të kontrollu topin, për të shqetësuar mbrojtjen me topi me vrap, siç është Daku dhe Hoxha. Daku dhe Hoxha mendoj unë meritojnë më shumë vend edhe përpara Manit dhe Uzunit që dje kanë qenë të dy të shkëlqyeshëm. Herojnë të mi kanë qenë dje, edhe Uzuni edhe Manaj. O, i përullën më kanë bo krenar, por nuk janë me topin kom, as njoni as tjetri më të mirë sa Hoxha dhe Daku për mendimin tim. Këto ecin me ëndra, këto njerëz që nuk janë astra një, kurse Federata është i grupi idiotësh. Për Federata janë psikopatë, ata s'kanë besim në vetvete. Ata dhe habitën që ne fitum me Serbinë. Ne kemi mundësi me lojën mbrojtëse që kemi bone dje, që kemi thyr çdo sulm të serbëve, edhe me kontrollin e topit kur kemi lujt me pasat të shkurtra, ne do të fitoshim 5-0. Por me strategjinë e lojës që ka bo ky idiot, ky Silvinja, ne na ka dash Zoti që bëm një gol ashtu, qëlloj që i ran kom. Pra qëlloj që i ran kom, e gjujti i bon një gol fantastik, por për strategjinë e lojës që boni dje, ky Silvinja, edhe që bon vazhdimisht, edhe për përzgjedhjen e lojtarëve që bon Federata, se lojtarët tonë nuk i fut në fushë Silvinja, i fut Federata. Janë pralla këto, fusin që dunë këto të Federatës. Ne nuk ishim fitu dje me Serbinë për turp, se kemi me cilësi, kemi me kualitet, edhe pse është një skuadra madhe, skuadra serbe, por ne nuk dim të shfrytëzojmë. Edhe në qoftë se këto e kanë majt Dakun dhe Hoxhën dhe Bajramin, që në lojtar
më të mirë se sa ata që ishin fush, hiq brojën që meriton tjetë gjithmonë, për t'i fut kur të ndoshta lodhen këto dhe të marrin më të rënë kur të lodhen dhe skuadra serbe dhe duhet t'i japin më shumë minuta. Unë mendoj që kur lojtarët kundërshtar janë të freskët, është më mirë Daku në fillim se është më i fuqishëm me lojtarë të freskët të tyre, edhe pastaj të vi Mana ose Uzuni në qoftë Daku lodhet, fjala vjen. Daku është i fuqishëm, Daku ka kontrollin e topit, Daku ka shpejtësinë edhe jo të vërpoj pa top siç vërpon në shumicën e rasteve Manaj me top sa shkur i mirë. Është ekzekutues i mirë, po qesa e kap topin kur s'ka kundërshtar, edhe atëherë merr mundësinë kur është me top në kam edhe po pati terren me gjujt, është më mirë të gjuj edhe më sakt se sa dhe në Tim Bejrami që është mjeshtër kalibër me pasu topët. Kjo, por në qoftë se ti don ta fusësh Dakun edhe Hoxhën edhe Bajramin e hera për Ramadanin e po Ismailin, lojtarë të mrekullueshëm që s'po marrin shumë minuta, të paktën mos i le gjithmonë me korniza, skema që i të gjithkush e do i lexon gjithkush në minutën e 70, në minutën e 80, në 10 minutë kur vjen veza ndronë ata se bëhesh skematik, bëhesh si ChatGPT fjala vjen, si inteligjencë artificiale, që bën ata që bëjnë tjerët, që i janë dhënë makinerisë, kompjuterit, robotëve, në mënyrë që janë këto algoritmat që jepën makinës. Njeriu është njeri, s'është krijues. Po shumica e njerëzve janë imitues, nuk janë krijues. Sikur se është edhe inteligjencë artificiale, ne nuk duam robot, trajner robot si ministri Djella. Ne duam njeri që nuk është skematik, bën ata që bën gjithë, që dihet minutët e 70 bëhen zëvendësimet, 2-3 minutët e shtesës, po që se ti ke një gol jenë avantazh, të vënosh lojën, bëhen ca shtesa me 10 minutët. Këta janë skematika, është si kompjuteri. Jo shumica njerëzve që më disni mu, keni dëgjuar tash që kemi ne një ChatGPT, kemi ne tash si njerëzim inteligjencë artificiale. Mirë, po këta nuk janë luftë me njeriu, këta janë luftë me njeriu krijues, me gjenin. Si të shpjegojnë juve që të kuptoni ju ta merrni vesh fare mirë. Ne dim sot për shembull që qumshtin, po të ngrofësh qumshtin kur e mill nga lopa, po të ngrofësh në sot, derisa boti ngrohet, edhe ti fusësh pastaj një lukos, edhe ta mbledhësh ta mash ngrohet diku, ta mash një vend të ngrohet, qumshti fermentohet edhe bëhet kos. Këta nuk e ka kriju ChatGPT-ja. Këta ChatGPT-ja nuk mund të krijon të kur se s'është krijues. Këta e ka kriju njeriu krijues. Tash ChatGPT-ja këta e ka mësuar nga njeriu krijues, inteligjencë artificiale. E ka mësuar nga njeriu krijues. E ka kriju njeriu sot 1000 vjeta, 10.000 vjet në Egjipt apo në Pellazgji, nuk ka rëndësi. E ka kriju njeriu. Tashti çati e din edhe po ta harroj njeriu për një e sa i plas një bombë atomike zhduket, po ekziston ChatGPT-ja, ajo kompjuteri në për bunkera drejt që nuk është prish. ChatGPT-ja është në gjendje t'ia tregoj njerëzimit, ta mësoj, ose një njeri, për shembull djalin tim Arbin, që ka lind në Amerikë, që s'e njeh lopën, që nuk e ditë që qumshti vjen nga lopa, apo e ka kujtuar që vjen nga fabrika, edhe bëhet në fabrikë. ChatGPT-ja ja tregon, por nuk e ka kriju. Është njeriu ai që e krijon ata që po ta marrësh vajin, ato ullirin, ta vjelësh, edhe kur s'kishte makineri atëherë, ta lesh të pak dekompozohet e që quhet ajo, edhe pastaj e shtyp, edhe e blun me gura ku të dion nxjerr vaj. Këto i shpik njeriu. Kurse ChatGPT-ja i mëson
nga shpikja e njeriut. Pra, ChatGPT, këto inteligencët artificiale, po shkatrojnë njeriun kryus, po shkatrojnë gjenin, i vinë në ndihmë mediokrave, idiotëve, sharlatanëve, atyre të tradhurve, që s'janë gjendje të kryojnë, edhe marrin makinerinë artificiale, po ajo nuk është krim, ajo nuk ka emocion, ajo nuk ka ndjenjë, ajo është thjesht ka algoritëm edhe imiton. Neve s'na duhen tra njerëz si Silvinja, që imitojnë, nuk janë gjendje të shohin lojën, nuk janë gjendje të kuptojnë për shembull që me këtë skuadër, kjo është skuadër për shembull nga Islanda që janë të fuqishëm fizikisht, Vikings, ti s'mund të lush aty me Muçin, sa do t'je teknik një 2 vjeçar, t'je teknik i mrekullueshëm, nuk mund të luaj kundër Rostem Gjergjit, që baba ki Rostemi nuk ecën vrap shumë, po është boksier dhe është mundës, po ai 2 vjeçari nuk mund të luaj futboll se di teknikën kundër Rostemit. Pra duhet një fuqishëm si Daku fjala vje. Duhet dish kur ta fush, këta janë robot, këta kanë skema, këta nuk janë Ilerdaja, këta nuk kanë vend, po këta i marrin federatët tona shkërdhata, se ndajnë paret me njëri tjetrin, i japin 2 milion Silvinjës, i marrin 1 milion mrapsh, e fusin e për xhepët e veta këto shkërdhata, këto qene birqenës. Edhe një herë, krenar me gjithë djemët e tonë, të gjithë që kanë qenë fush, kanë lujt, kanë qenë heroj, të gjithë kanë qenë Adem Jeshare, Azem Galica, të gjithë kanë qenë Shota Galica, se i kemi edhe femrat tona mretnesha, por kemi tërgu që kemi një federat shkërdhat si gjithmonë, edhe një tranier idiot si gjithmonë, që do të kishim hënë 20-0, roft, a i fati edhe koma që endoqi aty, se qëlloj aty, era ekzekutusi mirë shmane, jashtë zakonisht i mirë, por nuk e zëvendëson prap Dakun edhe Hoxhën. Tashti, korje, ajo thirrjen korë e serbëve, unë kam qef të përdor një fjali të njeriu jashtë zakonisht, të mrekullueshëm, nga mandza ime, e jalezova në një koment, Fiqëri Farukut, Fiqëri Shaban Farukut, që tha për këta tifozët serb, u dhi tha me mber tha, u dhi nusjan kal, se ata e morën me shumë prohurim, po kishin të drejtë, se po lujte jashtë zakonisht mirë Serbia, jo se ishim më të mirë se ne, por se strategjia e lojës që bonim ne, i kovenon të serbëve, se ne vetëm gjunim topat në ajër, spastronim topat, edhe jo a falnim atyre, jo a mernim me zotësi, me shpirt, me qak, me zemër lojtarët e tonë, me fuqi loftarake, ja mernin çdo lloj topi sulmuesve të tyre, por i jepnin prapë atyre e gjunin, ashtu në ajër larg, edhe se kapnin, s'kishin si të kapnin sulmuesit tonë, edhe e kapnin lojtarët sërb prapë dhe në sulmonin prapë, se kështu i kishte porosit ky idioti, ky Silvinja. Edhe serbët me të drejtë krenoshin, entuziasmoshin, se ato i bën lojën. Ne ishim muri pakalueshëm për to, me gjithse të naroj ai që ka shpëtu sa golet sigurt Strakosha, ka qenë jashtë zakonisht i mirë tje, ato kanë bo shumë gjujtje jashtë zakonisht të mira në portën tonë, ne s'kemi po asnjë. Der zoti një, edhe bom gol si shka bo Balej në kualifikimet e evropianët një herë. Pra goli i Manej ka qenë si shka qenë goli i Balejt me Portugalin, kur kemi lujt në kualifikime. Por përse ka qenë një dallim i madh midis lojës në Portugali dhe lojës në Brazil. Loja në Portugali ka pas tranier, ka pas Debiazin. Debiazi ka qenë një tranier që ralli vjen Shqipërisë, ai nëse ka pas tmetat ati kanë qenë thjesht ato që fusën lojë, nuk fusi, për shembull të fusi gjithmonë një vesel a një kukel. Po këta nuk janë fajet e Debiazit, këta janë pesëlliqet e Dukës. Por amo, lojën ai e ponte lojë mbrojtëse, se mbrojtës kishim atëherë ne.
kishim ajetin e mrekullueshëm, kishim hysën që ka qenë më i mirë se sa ka qenë dje në kohën e Debiasit, edhe kishim sanën e pavdekshëm. Na ishim të mirë, edhe kishim një mesfush që rrallë do i vi Shqipërisë, një Xhaka, një Taulan Xhaka, edhe një si e pati ky Basha, po që një Abrashi, një luftarak që rrallë vjen vështirë që vjen ato nivele. Kjo megjithse ja provat shumë Ramadani edhe Aslani, por këto ne s'kishim sulmus atë herë. Ne kishim një rasht të shpejt nga krahet, patëm vetëm për një vit të diçka atë që quhet Sokol Cikaleshin, Energjia shpejt se shkoi të lozë në Turqi si duket. Edhe ai bonte të loj, mbrojtëse sa të loj kishim. Ne sot nuk kemi atë, nuk jemi në mëshirë të fatit se kemi repartin sulmues, edhe repartin qendërmbrojtje, edhe repartin mbrojtje si kemi të një llojit. Ne nuk duhet mbylleshim dje në port, edhe aq me keq të hiqnim topët me topët gjatë, edhe kur ishim në rrezik e t'ju japim serbëve. Por si të qoftë, kjo boni serbët dukeshin mirë, të dukeshin superior, edhe i dha zemër tifozëve serb. Jo vetëm të brohërisin me entuziazëm, por aty ku deshe dalë, të thërrisin gjatë gjithë kohës, Kosova është Serbi. Edhe kjo është tema ku unë do dalë mas ju lodha gjatë. Kosova është Serbi. Ne shqiptarët e Shqipërisë, ne shqiptarët e Kosovës, ne shqiptarët e Malit Zi, ne shqiptarët e Maqedonisë, ne shqiptarët e diasporës, kudo që jemi, që njohim pak historinë, që jemi krenar me të kaluarën tonë, ne kemi qef të quajmë Kosovën Dardani. Sa ka qenë Dardani, darë në dy. Aty ku dashin, kanë qenë nga dy brigjet, nuk janë, Dardanët nuk është një fis që ka qenë thjesht në territoret ku është Kosova e sotme dhe një pjesë e Maqedonisë që quhet Maqedonia Veriut. Dardania në kohët më të hershme ka qenë shumë më e madhe dhe më e zgjeruar se sa vetë ajo që ne mendojmë ne, Iliri apo Pellazgji. Ka qenë në dy krahet e Gjeut, kur shdet është deti mare çka është. Edhe në krahun e turqeve, ku është Turqia sot me Nazin e vogël, edhe në krahun e Ballkanit të përsipër e Gjeut, ku jemi ne. Edhe Dardanilet prap lidhen tek Dardanët, por edhe ato informacionet, rekordet e lashta të Levantit i përmendin Dardanët, bile dhe Hollywoodi në filmet që bën të asaj kohe, filmet me sandalo dhe shpat, quhen filmet, shpesh i përmend Dardanët. Dardanët, ne kemi të drejtë të quajmë Kosovën Dardani, ne kemi drejt të quajmë shqiptarët e Kosovës Dardan. Unë kam dashur gjithmonë që Kosovën ta quajmë Dardani, ta ndrojmë emrin nga kosovar në Dardan, metemi gjithmonë shqiptare i lirë e arbër, si dush, por kam menduar që është një emër fyz për nën që na ka vu Sllavet, Kosova, edhe ne duhet të kthehemi, kam menduar, edhe të vejmë emrin tonë shqiptar, Ilir, Pellask, Dardan, Dardani. Mirë po, kur kam gjuko ato thirrjet jo raciste, por ata kanë qenë patriotike, për serbët nuk janë raciste. Për serbët janë vritë shqiptarët po, se kanë thonë kur kanë thirrë vrisin shqiptarët, janë raciste. Edhe bile nuk janë raciste se në varet që quhen raca. Raca është midis kinezëve dhe evropianëve, të bardhëve dhe të zive dhe zagëve. Këto janë raca. Por nuk është racë Çeku kundër polakëve, ose Sërbët
kundër shqiptarëve, ose grekt kundër turqëve, atyre italianëve. Kjo nuk është thirrje raciste, këtë janë thirrje etnike, se nuk keni për kufizime të qarta. Shumica juve njerëz të mi të dashur, se si kanë edhe këto idiotët e medias. Raca janë 5-6 raca janë botë. Janë racët e këtyre indianëve të Amerikës, janë raca e bardhë, është raca aziatike kineze, edhe është raca afrikane. Këta janë racat e njerëzimit. Jo çdo lloj kombi është racë, se janë idiot këta. Edhe që në thirrje raciste, se kemi idiotët e medias, kemi idiota kudo, se bën sharlatanët intelektuale, bën diploma, por nuk janë thirrje etnike, jo thirrje raciste. Po ju po të përdorni raciste, nuk bëni gabim, se kështu e përdorin gjithë idiotët e medias raciste. Janë thirrje etnike. Raca e bardhë, ose kaukaze, raca e kaukaze, është gjithë raca e evropiane, ku futen edhe slavët, serbët, grekët, bulgarët, bulgarët, çekët, polakët, e gjitha, e ukrainës, e të gjithë, edhe shqiptarët, edhe italianët, hynë gjithë në rasën e bardhë, edhe pse për shembull grekët dhe italianët, edhe deri dikur shqiptarët, kanë flokët e zi prej përzierjes me atë gjatë perëndërisë otomane, gjatë pushtimeve perse, e ku të dijo, ne jemi racë e bardhë. Nuk ka racë thirrje raciste. Ka thirrje etnike, kur thonin për shembull vriti shqiptarët, urrejtje etnike, jo urrejtje racore. Ti merre një serb, edhe një familje serbe dhe një familje shqiptare, të pjellin kalamajt në Detroit apo në Milano, merr jo kalamajt edhe rriti ti, nuk do të dallosh kurrë nga raca. Është një racë e bardhë, po këto psikopatët janë idiotë që flasin. Nuk janë raca, janë etnicitete, pra kanë qenë thirrje etnike, ato vritë shqiptare. Kurse Kosova është Serbi, kjo është thirrje patriotike për ta, ne s'bim dakord, ne kemi drejt më s'bim dakord. Problemi është që ata ashtu e besojnë, ashtu i është rrgu historia, e rrenë, e disinformume, bravo që janë adëtarë, janë vetë shqiptarë me gjak shqiptare, gjak i lirë, shumica tyre, por e din vetën serb. Ashtu janë dritë, ashtu e kanë gënjy vetën stërgjyshit e tyre për para, ashtu i kanë gënjy të shqit besojnë këta, që janë serb, që janë slavë. Edhe ato flasin Kosova është Serbi. Edhe këtu leze motra, kjo gjo është pak e ndërlikume, por kjo mund ka bo që të ndëroj kategorikisht mendimin tim që ne nuk duhet të ndërojmë fjallën Kosovë edhe Kosovar, duhet të majmë. Jo dërdan do t'jo tërgoj pse. Në radhë parë, pse kanë drejtë ato serb, që gjysmë atyre janë shqiptarë, po që din vetën serb, që thonë Kosovë është Serbi. Në radhë parë, është se shumica atyre janë shqiptarë dhe e din gjysh mos gjyshi, që kanë qenë aty edhe kanë hik, ose kur jemi forcune me turqit, ose me ofru me slavët, ose kanë jetë dhe në këtu janë bos serb, edhe duke mendu vazhdimisht që janë serb. Ne kemi shqiptarët sot në Maqedoni, shumë shqiptarë kujtojnë se janë turq, edhe i thonë vetës Turqeliu i nanës suj, janë shqiptarë. Edhe këto, shumë për tyre mendojnë të ashti që janë serb. Edhe ka qenë Kosovë, se vi nga Kosova, edhe është të tyrje, si që është e jonja, se rjedhin nga ty, është dega aty. E dyta, ata janë bromos me falsitetin e propagandës serbe që Kosova është të tyre, por ata kanë edhe një realitet historik që shtetin e parë, kishët e para që ne kanë morë neve në kishët e shqiptarëve, janë ato serbë që kanë qenë shqiptarë, kanë qenë të ortodoksë dhe të muslimanëve. Ne kemi heq vetës kur i na bo musliman, që s'kena gjo më kishët që ishin tonët, baballarëve tonë. Ato e kanë rujtë ato, ata janë serbë, por ata kanë qenë shqiptarë, ata serbë që thonë janë kishët e tona, është shumë ndërlikume. Pra, por, mbi të gjitha, po t'ja heqësh Kosovën
Serbisë. Historikisht, t'jelen atë pa arronjë, se aty e kanë atë gjoja të luftën që kanë bon betejë në Kosovës në fushë Kosovë, në qoftë se ja heqim atë betejë, edhe kishët, edhe qëndësin, gjoja qëndresën, që kanë bërë shqiptarët, hungarezët, edhe ajo botë shqiptare që do të slavizohesh më vonë dhe njifët për serbe. Pra këta, po ja hoqë Kosovën, ja ka heqë qëndësinë të qenit serb. Kujt i ruhet trapi, e di, as mu, as kujt. Problemi është këtu. Gjojën e më kujdes. Ato thonë, Kosova është Serbi. Tashti, në qoftë se shqiptarët që të thojnë Kosovë, ne do t'i quajmë Kosovar, nuk më intereson që me ndonë Serbia, mu më intereson që me ndonë bota. Tashti, në qoftë se ato serbët thonë Kosova është Serbi, por Kosovarët nuk janë Serb, bjen automatikisht në opinionin botëror që Kosova është Serbi, se Kosovar lidhet me Kosovën. Pra në qoftë se ne i themi Dardan, popullit, edhe Dardania lashtë, por ata do të vërshtojnë të thonë Kosovë, edhe shqiptar, o Dardan, do të thonë Kosovë është ajonja, Dardant janë zhduk të aqujnë vetën Dardan, s'kan gjo, por në qoftë se ne do i thona vetës Kosovar, atëhere Italian dhe Itali, Kosovar dhe Kosovë. Në qoftë se Kosovarët janë shqiptar, Kosova është shqiptare. Pra i njëherë për njëherë, sa ko që nuk është zgjidhur përfundimisht derisa të bëhemi edhe antar të OKB-s. Problemi Kosovë-Kosovar, ndoshta është mirë që ne ta majmë emrin Kosovë e Kosovar. Kosovë edhe po se majtëm ne, Serbët do të quajnë prap Kosovë. Le ta quajnë ata Kosovë, po ta quajmë edhe ne, për arsye se do themi pastaj kush quhen Kosovar. Mirë që ka Kosova, të thonë Kosova është e jonja, jo thotë dhe Italia është e jonja, jo thotë edhe, po çfarë janë Kosovarët e Kosovës? Kosovarët nuk janë Serb, janë shqiptar, në rregull, Kosova është Shqipëri. Pra le ta majmë emrin Kosovë dhe Kosovar, në qoftë se na kanë vu për përbuzje Serbët, atëherë ata përbuzin vetën e vetë, sa ata Kosovën thonë e dumë, Kosova është të thonë e jonja, për përbuzin gjoja atë teritorin historikisht të tyren, mesia të kam fjallin. Pra le ta majmë këta. Unë mendoj vëllezër e motra që ndoshta ne nxitohemi, çdo gjë sa është e mirë, aq është edhe keqe, edhe ndahet nga njëherë fati është bixhos. Por mendoj që nuk që ka keq të vazhdojmë edhe të quajmë shqiptar të Kosovës, jo Dardan, por Kosovar. Edhe bile ato të thonë vetës me plot mburje Kosovar. Edhe ne të themi Kosovar, pavarësisht që jemi gjithë shqiptar, që banorët e Kosovës janë ata që flasin shqip, Kosovarët, edhe Kosova është e Kosovarëve, siç janë Kosovarët Kosovës, pra janë shqiptar në gjak, shqipfolës, shqiptar në zakone, i lirë, Dardan. Roft Kosova edhe ti manaj me Shqiponjen që ke bo, na ke bo krenare dhe njëherë, kemi në maskarej, kemi në legen, duke fillu që nga ca dhemjet, ca buboret, ca krimahlesh, që më del mu një fadil toka, taka, dreqet biri, si që është edhe një, ja harova emrin, një idiot atjem, duke se është kam Mitrovica, që thot, unë e shaj menon, ata që thot vetës shqiptar, Kosovarit, apo që manë flamurin kuqezi. Nonën atyre dhemjeve që dunë për qarjen, që dajnë kombin, që se njofin komsin, herojnë tonë janë ademjesharët, herojnë tonë janë Qërqis Koplët, që dha jetën në mbrojtjen e Shkodrës, a i Gjerokastriti im mrekullueshëm,
herojnë të tonë janë Frashërlit, Abdul Frashërit e lidhjes Prizrenit, janë Adem Jesharet, Ashtorejmana i Matë Shqiponj, janë 11 lojtarët që, 3-14 se janë zëvendësu, që kanë lujt dje, me shpirt e me gjak, që kanë bon një mbrojtje të hekur, kanë thysh dhe lloj sulmi, që e kishte forcu Duka atyre sulmin, edhe shkordhata tjetër, Silvinjo, se ka bon një loje që të fitonin Serbët, me topat gjatë, të mos majnë top në kom, ta gjujnë topin me njëherë. Edhe ne kemi fitu prej vullnetit të heronjëve që kanë qenë fush, lojtarëve që kanë lujt me në krye Banajn, me në krye Strakoshën, a jetin e mrekullueshëm. Të gjithë këto kanë mbrojt shkëlqyshëm dhe ja kanë qinonën Federatës Shqiptare, Dukës dhe Silvinjës, që kanë shku t'i adhurojnë lojen Serbizdje, nonën Vučićit, nonën Serbëve, nonën Dukës, nonën Federatës, nonën Silvinjës. Bravo! Djem të kontarës që a qitë nonën këture haleve dhe ati shkodronit që banë po t'jetën gjo. Të gjithë kanë qenë kundër Shqipërisë, kundër shqiptarëve, kundër kontarës, po djem të tonë ju a qitë nonën. Roft kontarje jonë, rofta e Shqiponj që boni dje Rejmanaj. Sami Gjoka, je përshnet.